Apo se sheni hitë si as variabel as mundësi. Po, ne e kemi një tradit të mosvendosjes së vijave të kuqe, mirë po nga ajo që kam pa me zotin Kurti, nuk po e shët mundshme, nga ajo që po proklamon, po flet, mënyrën si po sillet. Po më kujtohet diskutimi i fundit i tij në parlament duket në natën që mbyllej afati dhe filloi të fleste për opozitat që i kishte thirrë deri në atë moment. Dhe filloi me fol për ta, për neve të gjithëve, për gjithë aspektin e opozitës, të gjore, të mjere, kështu diçka e morni disa shembuj të mjere dhe të gjore ka përdorur. E tha të dyja, apo. Pra, shikaj, pelun rolin një fëmije që nuk e din mjaftueshëm ose si me thonë ka është i lasdruar dhe në mas që nuk mundet nuk e ndal veten, nuk mundet me ndal veten. Pra, paradite, ftënte për bashkëpunim, në mbrëmje na qunë të gjore të mjerë. Pra, i njëjti person, të njëjtit njerëz edhe ne. Pra, edhe ai këtu kur e shë... A pa mundësën kjo bashkëpunimin? Po mendoj që e pa mundësën, sepse mendoj që është e vështirë me bashkëpunu me një person që brenda ditës ndërron mendimet e veta për ty. Dhe tani... S'ko mirë besim as pak, kjo është apo jo? Jo, nuk ka mirë besim, nuk kultivon mirë besim, përkundrazi, përdor hapësirën kudo që t'i gjendet, kudo që t'i jepet, hapësirë për me mujt me të nënvlerësu, me të zhvleftësu dhe me të ofendu. Dhe kjo është njerëzore, nuk ka më politike. Është njerëzore për një bashkë, edhe po me qenë unë sot këtu, komplet në mënyrë pa respekt, mësë me pas respekt për ty, me qenë ofendus në fjallët e mija ndaj te, sa do që është emisioni jëtë, ti këshe me thonë, këshe me fillu me marrë një rol komplet tjetër. Absolutisht, patronizimi nuk du të lejohet